Në politik, fokusi është e vleni. Koalicioni i cili do duhet së shpejti të marrë një vendim se si do të vazhdoj të funksionojë në të ardhmen. Nëse do të arrijë ose jo të krijojë një parti politike të përbërë nga gjithë partnerët të cilët deri tani e përbëjnë këtë koalicion. Dhe për të biseduar për të gjitha zhvillimet në Vlenë, si dhe për zhvillimet e tjera politike, të ftuar në studio kam Bekim Fazliun, nga Lëvizja Arbëria, si dhe pjesë e koalicionit Vlenë. Zoti Fazliu, mirë se erdhët në këtë intervistë në Alsat. Faleminderit për ftesë, kënaqësi të jem gjithmonë në Alsat. Ka pasur shumë informacione gjatë ditëve të fundit, edhe pse pjesa më e madhe e tyre jo zyrtare për mënyrën ose për modelin se si duhet të funksionojë Vlenë në të ardhmen nëse formohet parti politike. Jeni të shqetësuar nga këto informacione duke qenë se janë pak a shumë kontradiktore ose nuk janë të ngjashme mes gjithë partnerëve të koalicionit në Vlenë? Jo, as pak. Nuk shoh hapësirë për shqetësim, për shkak se ne si Lëvizja Arbëria, jemi partneri që më vonë është kyçur në koalicionin Vlenë. Përshtypjet tona nga funksionimi deri tanishëm janë pozitive, me gjithë përfaqësuesit e Vlenit, partnerët që e bëjnë koalicionin Vlenë, kemi raporte korrekte. Dhe edhe ideja prej fillimit, ka qenë e Lëvizjes Arbëria që shqiptarët do të jenë të bashkuar, pa ajo që është më kryesore, të bashkuar rreth një ideje, një platforme, programi politik, që synon barazin reale në këtë vend, mes shqiptarëve dhe maqedonasve, si dhe zhvillimin ekonomik e kështu me radhë. Të tjerët pak kanë bëjnë rëndësi, sidomos për Lëvizjen Arbëria, modelet, ka debat, ka komunikim, ka ide kreative. Ne, si Lëvizja Arbëria, do t'ja japim maksimumin tonë që të ndihmojmë që ky proces të shkon sa më i mbarë dhe në fund të ditës të jenë qytetarët ata që do të përfitojnë nga shkrirja e Vlenit në një parti, e jo individ ose grupet e saktuara të njerëzve. Sigurisht i keni ndjekur edhe media dhe dini që tashmë po përflitet në media se një nga modelet për të cilin flitet ose diskutohet si opsion i mundshëm është për një ndarje 70-80, që do të thotë 70 për Lëvizjen Besa dhe Lidhjen Demokratike, Zoti Kasami dhe Zoti Mexhiti të jenë bashkëkryetar të Vlenit, dhe 30% ndarje për të gjithë partnerët e tjerë të koalicionit, sa i takon ndarjes së posteve partijake brenda Vlenit. Si e vlerësoni ju këtë model dhe a mendoni se mund ta mbështesni ose mund të funksionojë? Thash, për Lëvizjen Arbëria, më me rëndësi është kjo që e thash më parë, në programi politik, ideja, pastaj vinë të tjerët me radhë, ndarja e pushtetit e kështu me radhë. Thash, ka ide kreative, dëgjojmë në opinion, duhet t'i shqirtojmë. Ne ende nuk e kemi një vendim sa i përket Lëvizjes Arbëria, për çështjen edhe ne analizojmë brenda, kemi komunikime edhe me partnerët tanë, po ende nuk kemi një vendim definitiv se cila do t'ishte ajo që ne e pranojmë më së miri. Po ajo që është më kryesore në këtë rast për Lëvizjen Arbëria dhe besoj edhe për Vlenin është që bashkimi të ndodhë rreth një ideje dhe një platforme politike që do ta bëjmë më funksional Vlenin për t'i arritur aspiratat tona dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Kjo na intereson. Si Arbëri, këtë ide e përkrahim deri në fund. Çështjet e tjera janë nivel debati, ka debat, ka komunikim, dhe unë besoj se secili do ta kalon prej aktorëve që përbëjnë Vlenin, do ta kalon në fund vetveten dhe do të vendosë për interesin e përgjithshëm në radhë të parë qytetarë dhe sidomos pastaj edhe të votuesit të Vlenit. E them hapur, këto debate shqiptarët nuk kanë nevojë për pronar kauzash, për krijimin që partia të krijohet për liderin, për krijimit kultet individëve apo egoizma, nuk i shërbejnë askujt.
Mendoni se kjo është arsyeja që po pengohet formimi? Jo, ma shumë si perceptimi i opinionit publik dhe i të tjerë. Ma shumë merret BDI-ja me këtë, që nuk e ka hallin e vetë tash, se për ditë, dhe me thënë, demolohet ai subjekt, kemi ikje të përditshme për atyre, dhe një narracion që duan të ndërtojnë të tjerët. Situata në blenda, nga ajo që i kemi në informata, dhe me thënë, raportet janë shumë korekte me të gjithë, ka komunikim, funksionon, sigurisht me problemet e përditshme, e kështu me radhë, dhe jam i bindur se Vleni në fund ditës, dhe me thënë, do ta zgjedh modelin më të mirë, edhe për Vlenin edhe për qytetarët shqiptarë. Qëndrimet mes partnerëve të koalicionit edhe publikisht janë diametralisht të ndryshme. Edhe pse nuk e kanë thënë prerë asnjëri prej tyre, thonë që po diskutojnë, ashtu siç po diskuton edhe Lëvizja Arbëria, megjithatë alternativa është kundër ndarjes 70-30. Zoti Arben Fetaj është kundër ndarjes 70-30, zoti Bekim Çoku, mbase nuk e ka thënë publikisht, po jo zyrtarisht është kundër kësaj ndarje. Mendoni që modeli proporcional do t'ishte funksional? Unë e thash, ne si Lëvizja Arbëria kemi qëndrim mos të futemi në këtë lloj debati. Po ju si politikan me përvojë, sepse ju keni dekada përvojë në politikë. Pikërisht pse kemi përvojë të madhe politike, nuk duam të futemi në këtë lloj debati. Ajo që është më parsare është bashkimi rreth parimeve, rreth një ideje, rreth një platforme. Votuesi i Vlenit në teren është i bashkohur. Dhe ne duhet ta ndjekim atë frym, atë kërkesë, që mos t'i zhgënjej. Se historikisht, shpresat e mëdha, kur nuk janë realizu, janë rikthyer në zhgënjime të thella. Ne, edhe shqiptarët, 25 vite, mezi kanë pritur që të ndodhë ndryshimi, mos kemi monizëm politik, të vjen pluralizmi politik edhe në qeverisi edhe kështu. Nuk guxojnë kemi një barë të madhe që kemi marrë mbi supë. Dhe nuk guxojmë që debatin ta shndrojmë për çështje të interesave të ngushta, klanore, apo i respektoj gjithë ne si Lëvizja Arbëria, dhe ne respektojmë gjitha mendimet. Dhe ka debat, është mirë, kjo është pjesë e demokracisë. Dhe Vleni funksionon, e ka sjell në praktik funksionimin e demokracisë konsensuale tash si koalicion. Dhe ka këtë lloj debate, është mirë, po si Arbëri, domethënë ne kemi një qëndrim që mos bijem, domethënë mos merrem me këto tema, ajo që është me rëndësi, domethënë të kemi një unifikim shoqëror, politik të shqiptarëve, rreth Vlenit, me një platformë të pastër që nesër do të i avancoj të drejtat e shqiptarëve në mënyrë më efektive. Kjo është, dhe për këtë ne jemi të gatshëm të japim kontributin tonë, ne kemi dëshmuar, se nuk kemi fut në politikë për çështje egosh personale, postësh, e kemi dëshmuar edhe tash, e kemi përkrahur Vlenin, ishte ideja që ndodhe ndryshimi, jo për poste, dhe vazhdojmë të japim kontribut në këtë drejtim. Po, jemi faktor shumë i rëndësishëm në Vlen, dhe këtë duhet ta kuptojnë të gjithë. Ju nuk synonit keni kryetar? Nuk është çështja aty. Ende nuk kemi sjell aty, por edhe mos me pas kryetar, nuk është punë e madhe. Nuk është ajo çështja që ne si Arbërisë, edhe ne vetë nuk kemi kryetar, lëvizjen tonë. Nuk kemi përcjellim mesazh të gjithë, të shqiptarët se fatkeqësisht deri tash, deri tash, këto 20 vitet e fundit, shqiptarët vuajnë prej kryetarëve të partisë, prej kultit të individit, prej egoizmave. Thatë se është mirë që ka debat publik rreth kësaj çështje, megjithatë po zgjatet shumë si temë, duke qenë se që me largimin e zotit Arben Taravari vazhdimisht u fol që nga java e ardhshme do të nisin procedura, do të bëhet bashkimi, do hapet procedura para zgjedhjeve, do mbyllet pas zgjedhjeve dhe shohim që po stërzgjatet më shumë se ç'duhet. Mendoni se ka një ndikim negativ stërzgjatja e kësaj teme? Jo, nuk besoj. Me shumë përditshmëri funksionon koalicioni e ceka me problemet e përditshme. Tani nuk është edhe aq e kollajshme, është pak çështje komplekse. Domethënë janë 4 subjekte politike më herët që i kanë formuar Vleni, është përfaqësuesi i lëvizjes vetëvendosje, që ka një simbolik të fuqishme të përkrahjes vetëvendosjes që jep këtij koalicion. Është lëvizja jonë
Arbëria, që bart një mbi vete edhe rrugtimin që ka pas figurat që kanë themeluar lëvizjen e Arbëria, ka një bagazh politik, moralisht pastër, dhe nuk është shumë e lehtë ky, hajde për njëherë bashkohemi. Dhe është pak çështje komplekse, po Vleni ka tregu pjekuri të madhe politike, e para që u bë bashkë vetë një koalicioni, dhe tash po ndjek hapat edhe për të unifikuar në një subjekt të vetëm politik. Nuk duhet, e nuk pajtohem, dhe duhet sa më shpejt të gjejmë zgjidhje e kësaj, ose sa më parë të unifikohet, ose të gjejmë një mënyrë tjetër zgjidhje që edhe si Nëse nuk ka zgjidhje, koalicion. mendoni që mund të vazhdojë të funksionojë si koalicion? Po, kjo nuk varet veç prej nesh. Dhe nuk varet prej nesh. Si cili aktor duhet Të jap mendimin e po, tij. të jap mendimin e vet. Për mu personalisht, do të thonë, është me rëndësi të jetë më funksional. Vleni dhe t'i arrin ato objektivat që ka vënë vetës në qeverisë. Unë do t'i quaj lëkundje brenda Vlenit, edhe pse ndoshta nuk pajtoheni sepse jeni brenda koalicionit, megjithatë këto lëkundje brenda koalicionit a e dobësojnë koalicionin përballë partnerit tjetër të koalicionit në qeveri VMRO-DPMNE kur është çështja e marrjes së vendimeve të rëndësishme? Jo, nuk e dobësojnë. Do të thonë Vleni po tregon rezultate në qeverisë, rezultate shumë më të mira se sa jemi mësuar të shohim në 20 vjeçarin e kaluar. Unë jam dëshmitar që më herët kemi pas 2 ministra shqiptar të BDI-s në takim me njëri tjetër që flisin maqedonisht. 2 ministra takohen, flasin maqedonisht. Kemi pas raste të tjera ku një drejtor ja merrte të drejtën e ministrit. Për shembull ai Shejtanski, kur ishte drejtori i Inspektoratit për Pushtet Lokal. E shumë raste të tjera që ishin pafuqishëm, pafuqi i BDI. Vleni është më ndryshe, ka probleme të përditshme, e kuptoj. Po Se ka pozita akoma të paplotësuara, shembull nuk kemi zëvendës ministër të mbrojtjes. Po mendoj se kjo Ka shpejt, shumë po, drejtori të është çështje e paplotësuara. brendshme e alternativës që duhet ta propozon dhe mendoj se do të ndodhë kjo shumë shpejt. Është e vërtet, e kam thënë edhe me dikun tjetër edhe të pozita e zëvendës ministrit të mbrojtjes. Jam bërë disa kalkulime që për mua, domethënë, është dashur të plotësohet, për shkak se e kam thënë se të dera presin, fatkeqësia këtu është se nuk kemi opozitë shqiptare. Regjimi 23 vjeçar që ka qenë i mëhershëm tash paramendoj ke opozitë, nuk ke. Ata rinë të dera e pushtetit. Dhe jo vetëm ata, të gjithë. Dhe kjo është një fatkeqësi që bëjnë vetëm pengesë që mos funksionon si duhet. Po Vleni i te kalon gjitha këto problematika dhe ka rezultate. Nuk është se s'ka rezultate. Kemi stagnime në çështje shumë të rëndësishme etnike. Ligji për përfaqësim nuk është dorëzuar akoma në kuvent, edhe pse gjatë kohë thuhet se nga java e ardhshme, vazhdimisht ka premtime, po jo rezultate. Së fundmi është debati për ligjin për arsim të lartë ku ka akuza nga universitetet shqiptare për diskriminim, si dhe provimi i jurisprudencës që nuk u jepet e drejta studentëve të japin në gjuhën shqipe. Janë të gjitha çështje etnike, të cilët duhet ju dalë zot koalicioni Vlen. Dhe jo rastësisht pyeta a është dobësuar roli ose pesha e koalicionit përballë VMRO-DPMNE-s kur janë pyetje këtë çështje. Shumë faleminderit për pyetjen, për t'i qartësuar para opinionit. Shkojmë me radhë. Kemi 20 vite stagnim për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. I lëm ato. Jo. I marrim premtime që ka dhënë Vleni nga java e ardhshme, vazhdimisht nga java e ardhshme. ardhshme. 20 vite, është dashur vitin 2004 të mbyllet këtë çështje. Nuk është mbyll. Dhe pritet pas 20 viteve të ndodhë ndryshimi, të vjen Vleni dhe ligji më është procedurë të fundit që duhet hinë edhe në procedurë parlamentare, ka kalu filtrat e Komisionit Venecias, të përgatit një ligj, në thënë ky koalicion Vlen, që 20 vite të tjerë se kanë bërë me çfarë kapitali politikat herë kanë hyrë. Çështja tjetër, ligji për arsim të lartë. I keni dëgjuar edhe eksponentët tjerë të Vlenit që kanë fuqi në ekzekutiv përfaqësuar me poste ministrore në qeveri dhe në parlament, cilët kanë dhënë garancë, dhe unë nuk besoj garancëve të tyre, se ky ligj do të
miratohet, ose nuk do të miratohet ashtu, japin garancë se ky ligj nuk do të dëmton universitetet shqiptare. Dhe unë besoj. Tjetra ishte për provimin e jurisprudencës. 7 ministra të drejtësisë në të kaluarën, të BDI-s, nuk kanë arritur që me një rregullore brenda në ministri, nuk kanë dashur të bëjnë as ligj, as kur gjë tjetër, ta garantojnë këtë të drejtë të garantuar me kushtetutë. E kanë lënë të pasgjidhur. Dhe sot Vleni e detyron kryeministrin që të thotë se kjo çështje do zgjidhet. Është dallim i madh. Edhe një nga një po i zgjidh çështjen. Duam apo nuk duam. Ka probleme të përditshme. Për çështjet kryesore të jeni të bindur se shumë më mirë performanca e Vlenit se sa e regjimit kaluar 23 vjeçar, që përveç dëmeve dhe punëve pas zgjidhura që i ka lënë, asgjë tjetër nuk ka ofruar për shqiptarët. Si qëndron lëvizja arbëria në lidhje me plotësimin e pozitave që u janë premtuar kur jeni marrë vesh për koalicion me Vlenin, përveç një drejtorie në ginekologjinë Çair, a ka edhe marrëveshje për drejtori ose për pozita të tjera? Sigurisht që do të ketë. Po thash edhe në fillim, domethënë i qëndroj deri në fund, i qëndrojmë parimit, se në politikë nuk kemi fut, nuk ju kemi rikthi për poste. Domethënë shumë me rëndësi për ne është që qytetari i zakonshëm shqiptar përfiton, ndihet mirë, po jap garancë se aty ku do të jenë kuadrat e arbërisë, domethënë do ta krijmë punën shumë me nder, shumë me profesionalizëm dhe do të kenë suksese të jashtëzakonshme në detyrën që marrin. Nuk mund ta mbyll as këtë intervistë politike pa një pyetje të fundit, çfarë nëse kemi zgjedhje të parakoshme, do të jetë mirë ose keq për përfaqësimin e shqiptarëve? E para, nëse kemi, do të humbë BDI-ja, që do të jetë mirë për shqiptarët. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë në Alsat. Faleminderit.